Përshëndetje miq, mirë se takohemi. Do të flasim sot për teravi dhe vitër, dy terme të cilat i dëgjojmë vazhdimisht gjatë muajit të Ramazanit. Po çfarë kuptimi kanë këto terme dhe si realizohet ky adhurim? Edhe sot kemi hoxhën nderuar Ahmet Kalaja. Selam aleikum mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxh, tek teravia gjejmë shumë njerëz cilët janë të angazhuar edhe pse ndoshta namazin gjatë vitit nuk e kanë po themi të rregullt, po sa duhet të kuptuar që po që agjërushëm duhet patjetër të fal teravih. Çfarë e bën kaq të rëndësishme? Kjo është gjë e mirë. Ose le ta fillojmë sipas traditës tonë. Le ti përkthejmë këto dy terma, çfarë kuptojmë me këto dy terma? Teravia nuk kupton faljen duke u qetësuar, pra falje me pushime. Pra teravih vjen nga fjala sistemin e rahatlik. Raha yurawwihu terwihan, pra u qetësua, u rehatua, do të thonë adhurimi i teravive është një lloj falje, pra kuptimi gjuhësor ishte rehatimi ose qetësimi. Nëse në kuptimin si term nuk kupton faljen e një namazit të veçantë, specifik i cili kryhet në muajin e Ramazanit sipas një forme të specifike të veçantë. Pra, nuk është si gjithë namazet e tjera nafile që ne bëjmë apo vullnetare apo si sunetet e tjera. Namazi i teravive ka një specifik të veçantë. Pra, një namaz vullnetar specifik i cili kryhet në Ramazan mbas namazit të yacis. Pra, është kuptimi terminologjik i fjalës namazi i teravive ose falja e teravive. I cili pastaj kurorizohet me vitër, pse pastaj vjen vitër nuk kupton diçka që është tek dhe është quajtur namazi i vitrit me këtë emër sepse ai është tek. Pra 1, 3, zakonisht bëhet 3, 5, 7, 9 ose 11. Pra përveç teravive falet një namaz tjetër që namazi i vitrit që shqip nuk kupton namazin tek. Pra dy namazet janë tek. Namazi i akşamit që është vitri i ditës quhet, dhe namazi i vitrit që konsiderohet si më thënë teku i natës. Teku i ditës është akşami me të, domethënë ke mbyll ditën dhe ke filluar natën, dhe vitri i natës që me të mbyll natën edhe do të vi e nesërmja. Për këtë arsye pëlqehet që namazi i fundit që fal njeriu në natën e tij të jetë namazi i vitrit. Le të falet njeriu natën sa të dojë, thotë profeti alayhis salatu wasalam, dhe pastaj le ta mbylli natën e tij me namazin e vitër. Edhe vetë profeti alayhis salam çohej dhe falej, dhe në fund fare para se të vinte sabahu falte vitrin. Pra gjën e fundit që bënte nga nata e tij ka qenë vitri. Pra vitri nuk kupton tek, nuk kupton emrin e Zotit, pra është një nga emrat e Zotit witr, inna Allaha witr wa yuhibbul witr. Allah është një i vetëm tek dhe e don namazin tek, pra e don namazin e vitrit. Për këtë arsye dhe për namazin e vitrit ka prej medhhebeve që thonë se namazi i vitrit është vajxhib. Është detyrë, pra nuk është një sunet i fortë siç thonë gjitha medhhebet, po në një nga medhhebet thotë që është vajxhib, pra është detyrë, sepse në një hadith profeti alayhis salam thotë Zoti u ka shtuar dhe një namaz tjetër. U ka shtuar do të thotë 5 janë obligim, u ka shtuar dhe një tjetër, pra edhe ky i bie që të jetë obligim tjetër, ndërkohë që të tjerat kanë thënë u ka shtuar me kuptimin e vlerës, pra sikur të ishte farz, po jo që është farz apo detyrë, sepse nuk ka ndonjë transmetim që thotë kush e lën vitrin ka këtë ndëshkim apo këtë mëkat, po thjesht është nxitur për të pa sjell asnjë normativ ku tregohet se urdhri është i prerë obligativ apo në lënien e tij, domethënë do të ketë një ndëshkim. Ndërkohë, pra, si më thënë, ky është kuptimi i përgjithshëm i dy termave, teravia dhe vitër. Pra, teravia është një namaz specifik që falet vetëm gjatë muajit Ramazanit, ndërsa vitri falet në çdo moment të vitit, nuk është se kufizohet vetëm në një muaj caktuar. Nuk është vetëm në Ramazan, vitri është në çdo kohë të vitit. Ndërsa teravia, pra namazi i teravive është namaz special që bëhet gjatë Ramazanit vetëm. Ndërkohë si bëhet? Ai faktikisht është si namaz nate, po falet në Ramazan me këtë synim, domethënë. Pikërisht si është ky namaz atë, pra si realizohet, nëse mund të flasim për procesin e teravih. Falet në xhami, falet në shtëpi, sa rekat e falet, cila është koha më e mirë, çfarë lidhje ka me atë që quajmë namazi i natës, pra zakonisht 10 netësh e fundit xhamiat gumëzhin nga namazi i natës. Atë namazi i teravive është një namaz që kryhet zakonisht, pra mbas namazit të yacis. Pra besimtarët në gjithë botën falin namazin e yacis dhe mbas namazit të yacis falin namazin e teravive
dhe mbas namazit të teravive falin namazin e vitrit. Pra, kështu zhvillohet si procedurë. A mund vonohet yatsia e të vonohen dhe të tjerat? Mund vonohen. A mund vonohet teravia? Mund vonohet. Pra, mund falet yatsia, mund të pritet prap një kohë, pastaj të falet, sepse është namaz vullnetar, pra është i lirë. Pra, i lihet në dorë, le të themi, institucionet fetare i cili organizon punët e islamit në një vend, siç është Myslinia apo komuniteti musliman tek ne apo Biku në Kosovë apo me shihatin në Maqedoni, dhe sipas udhëzimeve që i jepen, domethënë nga institucionet që organizojnë jetën fetare, ndiqen pastaj procedurat. Pra është një namaz shumë i thjeshtë. Falet 2 rekat, këndohet Kur'an, domethënë mbas El Fatihas me zë, dhe mundësisht me zë të mirë. Pëlqejet që nëse është e mundur të bëhet khatme, pra të mbyllet Kur'ani nga fillimi deri në fund, kjo është më e preferuara. Falen 2 rekat dhe pushohet, pra ka një lloj qetësimi dhe pushimi, pastaj falen 2 rekat tjera, pastaj prap pushohet, pra nuk bëhet, domethënë më njëhershme. Kjo është më e mira. Pra falen 2 rekat, pushohet pak, falen 2 rekat, pushohet pak. Ky pushim mund të shoqërohet me ndonjë fjalëdim, me ndonjë këshill, ose hoxha për shembull zgjedh mesin e teravive për të ftuar dikë, për të mbajtur diçka, domethënë edhe pa u zgjatur shumë, domethënë, po në një këshill që ka të bëjë me ajetet që u lexuan ose diçka që është diçka e kohës që duhet trajtuar, çfarë si më thënë, gjykimi ka në Islam kjo dukuri që po ndodh sot në shoqëri. Pra diçka që domethënë mund të përdoret shumë mirë për të ftuar njerëzit apo për të ndriçuar njerëzit, për të iluminuar njerëzit mbi një fenomen i cili ka nevojë për një përgjigje ose për të ditur se cili është gjykimi i Islamit mbi këtë fenomen i cili po ndodh në ato kohë për shembull. E kështu vazhdon pastaj derisa mbaron i gjithi. Normalisht që është ai debati pastaj se sa është numri i teravive, Pikërisht në disa raste i gjejmë 8, në disa i gjejmë 20, por në disa raste edhe formën e gjejmë të ndryshme. Është diku falet nga 2 rekat, diku falet nga 4 rekat. Më thënë, nëse përballem me situata të tilla. Ka një parim shumë interesant. Parimi thotë, në momentin që ka një imam, atëherë xhamati bën atë që bën imami. Në momentin që ka një institucion i cili organizon jetën fetare në vend, atëherë xhamiat ecin sipas asaj që orienton institucioni i cili po fillimisht janë forma të pranuara. Apo ne po i bindemi thjesht po themi imamit edhe pse e konsiderojmë si diçka të gabuar. Atëherë ne duhet të jemi të qartë se në momentin që imami ecën në një nga mëdhëbet e Islamit të njohura, atëherë nuk ka qortim dhe duhet të bëjmë atë që bën imami. Për këtë arsye profeti alayhis salam një ditë tha, kush falet me imamin derisa të mbarojë, Zoti do të japë shpërblimin sikur është falur gjithë natën. Kush falet me imamin derisa të mbarojë imami. Pra, përderisa i lidh mbas ti imami, ec me imamin. Po mirë, për shembull, unë besoj që më e mira për teravit është që të falen 2 selam deri në fund. Ndërkohë që imami i fal 4, pra 2 ulje çohet dhe 2 tjera, nuk ka problem. Pra përderisa namazi ose ritet kryhen në një nga shkollat juridike të njohura sipas metodikës së shkollës Hanefie, Shafie, Malikie, Hanbelie, pra shkollat e pranuara në Islam. Pra nuk kemi të bëjmë me gabime tash, me devijime. Thjesht janë gjasje shkollash. Bravo, nuk konsiderohet devijim, nuk konsiderohet bidat, nuk konsiderohet dalje nga rruga e Zotit apo nga tradita e profetit. Pra përderisa je në një nga linjat e mëdhëbeve janë në rregull. Kështu që nëse imami për shembull le të themi i fal 20 rekat, duhet i falim 20 rekat. Nëse imami i fal 2, ulet pastaj bën dyshën tjetër, edhe ne duhet i falim 2, të ulemi pastaj dyshën tjetër. Nëse imami për shembull në xhamin ku ne frekuentojmë fal 8, duhet falim 8. Nëse imami në xhamin ku ne frekuentojmë fal 36, siç boshin banorët e Medinës, duhet bëjmë edhe ne 36. Po jo janë shumë 36, shkon në xhamin tjetër, nesër mbrëmë për shembull. Ose paraqit ankesë tek institucioni, edhe të merren ata me këtë çështje. Pra çështjet duhet të jenë të tilla, domethënë. Përderisa jemi në një nga shkollat juridike, është okay çdo gjë, dhe ne si xhamat duhet ndjekim dhe duhet pasojmë imamin, sepse profeti alayhis salam tha, inma ju'ila al-imamu li utamma bihi. Imami është vënë në mënyrë që të ndiqet dhe të pasohet. Kështu që, si më thon, hierarki, domethënë është një imam, ai duhet ne si xhamat duhet ndjekim. Kemi pak nësi, atë shko tek institucioni,
nuk na pëlqen sepse po bën bidat, për shembull, le të themi, atë duhet shkojmë tek institucioni e kështu me radhë, po jo që të ketë, domethënë, le të themi përçarja apo fjalosja apo debate apo gjëra që nuk i shkojnë, sepse Zoti i Madh i ka sjell xhamit për të qenë vende ku adhurohet Zoti, jo ku krijohen debate, ku krijohen përçarje dhe grupime. Domethënë thjesht edhe për ta ilustruar, edhe thjesht për treguar që nuk kemi të bëjmë këtu sepse her mas herë, domethënë gjejmë debat tek numri sidomos. Ne gjejmë profetin alayhis salam që namazin e natës, thotë nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka shtuar në Ramazan dhe jashtë Ramazanit mbi më shumë se 11 rekat, pra 8 plus 3. Dhe kështu ka vazhduar tradita derisa pastaj më vonë janë shtuar rekatët. Ky është një këndvështrim. Kemi këndvështrimin tjetër që thotë, kemi transmetime të sakta në Sahihun e Buhariut që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal 13 dhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal 15. Pra fjala e Aishës radhiyallahu ta'ala anha nuk nënkupton kufizimin e 11, po më shumti që ajo ka vënë re ka qenë 11-a në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Po kemi transmetime po prapë të sakta që thonë 13 dhe 15. Atëherë si është zgjedhja? Ka një hadith nga profeti alayhis salam që thotë namazi i natës bëhet dyshe. Kush i friksohet sabahut le të fali vitrin. Pra profeti alayhis salam ose hadithi tjetër që thotë salatu lejli wan nahari metna, namazi i natës vullnetar dhe namazi i ditës vullnetar bëhet dyshe. Pra nuk ka kufizuar profeti alayhis salam. Okej, ai e ka bërë 8, po siç thotë ai sahabiu, la tes'alu an husnihunna wa tulihunna. Thotë mos pyet sa bukur i falte dhe sa gjatë i falte. Pra me të vërtet, edhe kur ka fal ato net namazin e teravivës, sepse transmetohet se profeti alayhis salam e ka fal namazin e teravivës 3 net, pastaj se fali më. Pra e fali natën e parë, kush e dëgjoi aty, u mbush gjysma e xhamisë. Të nesërmen, nga që ishte bërë si muhabet që profeti fali mbrëm në Ramazan, pra mbrëmin e kaluar fali namaz natë, u mbush xhamia plot. Ditën e tretë, kur doli profeti alayhis salam, ishte mbush xhamia, u bori që mbush gjithçka. E fali namazin e teravivës 8 rekat dhe iku profeti alayhis salam. Natën e katërt erdhën njerëz, u mbush xhamia, po si ishte profeti alayhis salam. Deri në fund të Ramazanit. Pastaj e pyetën pejgamberin Zotit, po pse s'dole? Tha kisha frikë se mos Zoti ju a bën obligim. Pra, domethënë mos shkojmë në akuzim të atyre që thon 8, sepse edhe ata në fund fare mbështeten diku, pas mos krijojmë anarshi dhe përçarje për ata që e falin 20. Bile unë do të thoja për shembull, nëse kemi një traditë në një vend të caktuar X, mos ta prishim atë traditë. Mos krijojmë anarshi, mos krijojmë përçarje dhe tecet pa traditë. Nëse xhamati dhe besimtarët janë bindur që jo duhet bërë kjo, atëherë edhe në këtë rast pra mos vi imamit shkaktoi përplasje me xhamatin sepse do të çojnë vend diçka. Megjithatë, do të thonë, ai që i vën kapakun kësaj çështje dhe ajo që e orienton situatën është, do të thonë, dëshira e mirë për të mirë kuptuar palët dhe se çështja në fund fare bëhet fjalë gjithë secili don të arrijë më të mirën. E përderisa dëshira është e tillë, thjesht është çështje interpretimi dhe ka hapësirë si për numrin 8 plus 3, ka hapësirë si për numrin 20 plus 3 dhe ka hapësirë si për numrin 36 plus 3. Pra tregohet se në kohën e Imam Malik ibn Anesit rahimahullah, Zoti mëshiroft, banorët e Mekës e falnin namazin e teravive 20 rekat dhe në çdo 8 rekat bëjshin ose në çdo 4 rekat bëjshin tawaf rreth Ka'bes. Dhe kur i shkon haberi Imam Malikut, domethënë ata kanë qenë botë tjetër komplet. Ta pse të na kalojnë, më thoi zaneve banorët e Mekës dhe e çun namazin e teravive në 36 rekat. Pra 36 plus 3, pra kanë qenë 39 rekate që faleshin në kohën e Imam Malikut, ndërkohë që në Mekë faleshin 20 plus 3. Pra çështja e 20 plus 3 është një çështje që e kanë të gjitha mëdhëbet, e pranojnë të gjitha mëdhëbet dhe nuk duhet të ketë debat, ndërkohë që edhe 8 plus 3 e pranojnë, të gjitha e pranojnë pasi fakt e japin si hapësirë, e japin si mundësi, kështu që është një çështje për cilën nuk duhet krijuar debat dhe nuk duhet të ketë debat. Ajo që duhet të kemi shumë rëndësi ne, domethënë, ose duhet të kushtojmë shumë rëndësi ne, për sa i përket teravive është falja e qetë. Pra, mos debatojmë më tepër për formën sesa për përmbajtjen. Pra, është një adhurim i cili është specifik në Ramazan. Ka nevojë për qetësi. Dhe fatkeqësisht në disa vende që un kam lëvizur, domethënë jashtë Shqipërisë, sidomos kam vënë re që namazi i teravis falet ekstrem
shpejt. Sa që i thash njëri një miku tim, zgjati teravia tek ai me yatsi, me synete, me vitër gjithsej 45 minuta domethënë. Dhe i thash shoku im, domethënë i thash, ore i thash sikur pak shumë, i thon, domethënë 33 rekate. Sa i bie? Po, domethënë 4 synete e yatsis, 4 farzin, 8, edhe 2 10, edhe 20 30, edhe 3:33. Domethënë 33 për 40 minuta, domethënë mu më duk shumë shpejt me fjalë. Edhe më thot ke drejt, thot po ka xhamia që e falin për 19 minuta. 33 rekate për 19 minuta, unë nuk e di domethënë se si mund të këndohet El Fatihaja, se si mund të rihet në ruku, se si mund. Qëllimi i teravive është që domethënë njeriu qetësoj shpirtin. Teravih, domethënë qetësohet shpirti. Dëgjon Kur'an më shumë. Ndikohet nga Kur'ani, sepse duke qenë se trupi i njeriu 70% është i lëngët, Kur'ani domethënë jep një ndikim shumë të fortë tek pjesa e lëngshme e trupit të njeriu. Pra njeriu, ne kemi provuar gjithë domethënë në Ramazan kur këndohet Kur'an, trupi ka një ndjesi krejt veçantë. Domethënë mënyra se si e përjeton njeriu. Ky është qëllimi. Pra kur të lexohet El Fatiha të dëgjohet me vëmendje, kur thuhet amin thuhet me shpirt, kur lexohet Kur'ani ndihet në thellësi shpirti, domethënë të shkojë deri në zemër, që kur dalë njeriu në namaz, dali me namaz, dali ka marrë një forcë, ka marrë një energji pozitive për të përballë me çdo gjë, nesër pas nesër, domethënë. Ky është dikush mund të fali vetëm 2 rekat, ndoshta e kap në moment të fundit, ndoshta fal vetëm 2 rekat, po i përjeton ato dhe ndoshta vlen më shumë se sa 20 apo 30 rekat duke garuar. Sepse qëllimi është domethënë qëllimi është që njeriu të preket nga namazi, qëllimi është që njeriu të reflektojë gjatë namazit. Qëllimi është që njeriu të ndërgjegjësohet me namazin e tij dhe nuk është qëllimi e krym. Nuk është qëllimi e bëm, qëllimi është efektet që duhet të lej namazit tek jeta e njeriu dhe është një nga, si më thënë, të veçantat e Ramazanit, që ai jo më kot, pra Zoti i Madh, feja dhe besimi, kanë orientuar njeriu që duhet falet kaq shumë, pse se ka prirje njeriu në Ramazan. Për të lexuar Kur'an ka prirje, sepse janë mbyll shejtanët, dyert e xhenemit janë mbyllur, njeriu është më i prirur tek e mira, ka prirje për të falur. Jashtë Ramazanit, atë ta bëjmë një rregull që të falemi natë për natë, është e pamundur ta bësh, sepse domethënë shkaqet dhe rrethanët nuk të joshin për një gjë të tillë. Ndërsa në Ramazan është prirja e tillë, është joshja e tillë, është gjendja e tillë që njeriu mund të falet edhe ndihet shumë mirë, domethënë. Edhe e programon kohën e tij në formë të tillë që ka kohë edhe për të falur kaq shumë namaz, domethënë 1 orë të u fal në xhami për shembull. Dhe me që ju na thatë se teravih do të thotë pushim, pra qetësim, ne po bëjmë një pushim të shkurtër dhe e rikthehemi pas pak. Megjithëse jemi në teravih. Megjithëse nuk kemi namazin e teravive, por shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi miq pas këtij pushimi të shkurtër dhe po flasim me Hoxhën për namazin e teravive, kryesisht dhe për vitrin. Hoxh, nëse dikush nuk i fal dot teravit, nuk e kap dot, pra a vlerësohet agjërimi pa teravit, pra si është lidhja, a është detyrim, a është farz që të falet teravia? Jo, agjërimi është i saktë edhe nëse nuk falet teravia. E para, e dyta, teravia nuk është kusht të falet në xhami. Pra nëse dikush nuk ka mundësi të shkojë në xhami, ose i kanë ardhur mysafirë dhe shkojë situata në atë formë që nuk shkon dot në xhami, atëherë mund ta falet në shtëpi. Për shembull, gratë, për shembull, që nuk kanë mundësi të shkojnë në xhami, mund ta falen në shtëpi. Pra mund ta falen namazin e teravih në shtëpi. Por nuk ka lidhje me agjërimin. Pra, adhurimi i agjërimit është diçka vetë, teravia është vetë. Normalisht teravia plotson agjërimin. Pra, i jep kuptim dhe le të themi ëmbëlton dhe i jep shijen e duhur ditës së agjërimit, padyshim. Në ç'kuptim e plotson, po themi, agjërimin dhe agjërës. Pra çfarë vlerë ka ky namaz? Njeriu gjatë agjërimit të tij ndoshta nuk ka mundësi të bëjë gjërat ashtu siç duhet dhe të japi hakun e agjërimit. Dhe vjen namazi i teravis, si më thon, si një lloj pastruesje, si një lloj kompletuesje, si një lloj rregulluesje
vezolluese, përmbushse, përmbyllse, rregulluese e problematikave që ne mund të kemi pas gjatë agjërimit. Profeti alayhis salam thotë në një hadith, kush falet me imamin derisa të mbarojë, Zoti do të japë shpërblimin sikur është falur gjithë natën. Pra, domethënë ti falesh le të themi gjysmë orë apo një orë me hoxhën mbas namazit të yatsis duke fal teravin, ndërkohë që ty të shkruhet sevapi sikur e fal 7 orë pa pushim, 8 orë pa pushim, sa të zgjasë nata ty të shkruhet sevap dhe shpërblim. Kështu që domethënë është mirësi e madhe, falja e teravive është mirësi e madhe. Profeti alayhis salam thotë: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai një që e kalon natën e Ramazanit, gjatë gjithë Ramazanit me falje, Zoti ja falë gjitha gjunat që ka bërë më herët. Po ne natën e Ramazanit nuk kemi mundësi ta kalojmë me falje. Sepse i thon 7 orë, 8 orë natë. Atëherë çfarë bëjmë? Falim me imamin, e marrim shpërblim sikur mi fal gjithë natën. Profeti thotë, kush e kalon natën e Ramazanit me lutje, me adhurim, me namaz, Zoti do t'ia falë të gjitha gjunat që ka bërë më herët. Pra, kush e agjon Ramazanin me besim, duke shpresuar shpërblimin e Zotit, Zoti do t'ia falë gjunat që ka bërë më përpara. Kush e kalon natën e Ramazanit me namaz, me besimin te Zoti, duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti ja falë gjitha gjunat që ka bërë më herët. Kështu që ne në Ramazan me namazin e teravive plotësojmë premtimin që Zoti na ka dhënë nëpërmjet profetit alayhis salam se do të na falë gjitha gjunat Zoti i gjithësisë, sepse e kemi kaluar, na quhet pra tek Zoti se e kemi kaluar gjithë natën në adhurim. Ndërkohë, ju thatë se teravia momenti kulminant plotësohet me vitrin. Edhe në Ramazan e shohim që bëhet një dua e përbashkët në xhamat. Pse ky ndryshim dhe çfarë vlere ka kjo dua gjatë vitrit? Duaja e kunutit është në namazin e vitrit. Pastaj mënyra se si bëhet duaja e kunutit edhe kjo pastaj ndryshon sipas orientimeve të mëdhëbeve. Edhe këtu prap duhet të kemi parasysh se nëse imami nuk bën dua në vitër, le të themi, nuk duhet të qortohet sepse ai është në një orientim të një mëdhëbi të caktuar, po edhe nëse bën dua në vitër, është në orientim të caktuar, siç bën imam të Qabes, Medines, po thuajse në gjithë botën arabe, domethënë në vitrin e Ramazanit se mos bëhet kjo duaja e vitrit. Dhe normalisht është një dua kunuti, quhet pra duaja e një lutje të veçantë, e një lutje speciale, si më thënë dua kunuti përkthehet lutja e përgjërimit, pra ka një lloj përgjërimin të që s'ekziston në lutjet e tjera. Ka një traditë profetike në duan e kunutit, pastaj zakonisht imamët bëjnë edhe lutjet e tjera plus, sepse është momenti, është koha, domethënë. Dhe bëhet kjo lutje, domethënë zakonisht bëhet para rukuje, sepse zakonisht duaja e kunutit në sunete dhe në nafile bëhet para rukuje, ndërsa në farze bëhet mbas rukujës, siç ka bërë profeti alayhis salam, një muaj të plot, siç tregohet në hadithin e Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, që në namaz sabat ka bërë dua kunuti mbas rukuje një muaj. Ndërsa në nafile, pra ose në sunete, bëhet para rukuje. Edhe është një lutje që zakonisht kanë të lutjet përgjithshme për falje, për mëshirë, për mirësim të situatës dhe të gjendjes, për pranimin e namazit, për pranimin e agjërimit, lutje për hallet dhe për problemet që mund të ketë shoqëria. Gjitha këto domethënë kompletohen dhe kurorzohen në duan e kunutit, në lutjen e kunutit. Që bëhet në namazin e vitrit. Të rikthehemi pak tek rëndësia dhe dobit e namazit të teravive. Pra, thash që gjejmë jo pak njerëz që ndoshta nuk i falin të 5 vaktet, por se teravin nuk e lën. Si është kjo gjendje? Pra, a ka vlerë realisht nëse dikush nuk fal, po themi namazet farz gjatë ditës, por fal teravin? Tek Zoti nuk humb asgjë. Pra nuk është kusht. Pra ky do të vijë parim që tek Zoti nuk humb asgjë pavarësisht. Absolutisht, domethënë Zoti i Madh thotë në Kur'an se Luqmani rahimahullah thotë birit i, o birim, nëse do të ishte thotë e mira e njeriu, sa një farë e vogël e mustardës e fshehur diku në qiej apo në tokë, Zoti do ta sjellë ditën e Kiametit. Kush e bën një të mirë, sa grimca më e vogël që ekziston, do ta gjejë ditën e Kiametit. Kush bën një të keq, sa grimca më e vogël që ekziston, do ta gjejë ditën e Kiametit. Pra tek Zoti nuk humb asgjë. Dikush nuk falet, ama vjen për teravi, i shkruhet. Dikush nuk falet pa agjëron, i shkruhet. Pra nuk humb gjë ke Zoti.
A do të vjen peshore? Po, do të vjen peshore. Mund ta mëshirojë Zoti, ta fali. Sa herë kemi ne raste që janë bërë sebeb teravit që njerëzit fillojnë 5 vaktet. Namazit kanë ndjerë diçka që ka thonë pse mos ta ndjej për ditë këtë gjë. Ose Kurani ka ndikuar tek ai, ose prezenca e njerëzve ka ndikuar tek ai, ose lutjet, lotët, nga shërimat që ka dëgjuar majtas dhe djathtas. Këshilla që mund të ketë dhënë hoxha në një moment caktuar, mund të jetë bërë sebeb dikush që e ka parë aty, e ka njohur, janë njohur bashkë. Pra, ajo ka shumë urtësi brenda dhe nuk është kusht, nuk është kusht i domosdoshëm dhe unë mendoj që namazi teravive në Ramazan është kurora e Ramazanit. Ka aty domethënë shumë mirësi të mëdha. Mos flasim pastaj për vllazërimin, për të qenë bashkë, për ndëjtjen bashkë, për njohjet që ndodhin, a kupton? Njohjet me hallet e njëri tjetrit, organizimet që mund të bëhen në sajt të prezencës njerëzve, normalisht që është shumë pozitive domethënë. Pra, është shumë e rëndësishme që komuniteti dhe xhamia të organizohet për t'ju dhënë mundësinë gjithë secilit të prezantojë, sepse aty me sa duket merrje vetëm sevape, por se edhe shoqëria përmirësohet. Pra, duke ndënë prapë njëri tjetrit, duke dëgjuar, po themi, dhe thirrje të caktuara, ndryshon dhe situata, bërë më solidar, më dobishëm. Absolutisht, domethënë, dhe ne kemi hetuar raste të shumta, domethënë që njerëzit kanë ardhur vetëm në Ramazan dhe kanë mbetur edhe mbas Ramazanit. Pra kanë ardhur për iftare, apo kanë ardhur për teravi, apo kanë ardhur për namaz nate. Ka shumë njerëz vëllai, për shembull, çfarë ndodh natën e Kadrit për shembull. Je dëshmitar se çfarë ndodh natën e Kadrit, bllokohet rruga komplet, domethënë. Jo vetëm tek ne, po pothuajse në gjitha xhamit. Gjë që tregon se ka njerëz që për asaj mbesin. Ka shumë njerëz që ajo është bërë sebeb që ata domethënë qëndrojnë në fenë e Zotit, domethënë inshallah derisa të vdesin. Pra ka ajo efektet e veta shumë të mira. Pra janë net që lutemi edhe për të tjerët, janë net që rrim pranë të tjerëve, janë net që e thyejmë atë egon dhe atë individualizmin që gjatë vitit ushqet, jo po. Absolutisht që po. Domethënë gjitha këto janë efekte le të themi anësore, mbi ato që ne faktikisht me këtë adhurim kënaqim Zotin e gjithësisë dhe synimi dhe qëllimi kryesor është Zoti i gjithësisë. Të gjitha këto pastaj janë efekte anësore që hasen në këtë adhurim dhe në përgjithësi në të gjitha adhurimet që kryhen kolektivisht. Domethënë adhurimet që kryhen kolektivisht pikërisht synojnë këto norma të caktuara që janë unifikimi, uniteti, që janë domethënë eksplorimi i halleve, i sikleteve, bashkimi, si më thënë, ose si më thënë, të qenit bashkë për nisma të caktuara, për veprime të caktuara, gjitha këto do të thonë kanë efektin e vet tek njeriu. Ai pastaj kur kthehet në shtëpinë e tij, nuk mund të zhvishet nga këto lloj ndjesish dhe do të kërkojë prap shpirti i tij që këto ndjesi të rikthehen. Dhe këto do të rikthehen prap kur vin teravin tjetër. Po kur të mbarojë Ramazani, atëherë i mbetet ajo shija e adhurimit, shija e kënaqësisë, atëherë zakonisht shumë njerëz janë udhëzuar vetëm prej teravive. Me sa duket ndoshta do të jenë pikërisht xhamia dhe këto momente që mund ta nxjerrë shoqërinë tonë nga shumë udhë kryqe, mëse shpesh diskutohet dhe po themi ka dilema se si mund të dalim nga krizat e caktuara, ndoshta natyrshëm duke u kthyer xhamis përmirësohet dhe shoqëria. Duke u kthyer tek xhamia, domethënë për këtë arsye sistemi gjëja e parë që bëri mbylli objektet e kultit, sepse aty ka një lloj pavarësie dhe një lloj, le të themi, një lloj mbrojtje dhe një lloj mboroje nga ndikimet e jashtme, kështu që normalisht aty njeriu kthjellohet, krijon një lloj pavarësie krejt tjetër, një lloj raporti krejt ndryshe dhe di që ti thotë të mirës e mirë dhe të keqes e keqe. Por Zoti shpëleft. Amin, dhe ju Zoti shpëleft. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për teravin, një namaz i cili duket në orët e vona të natës, por se që ndriçon ditën e gjithë secilit prej besimtarëve. Zoti shpëleft që na ndoqët, miru takofshim. Selam aleikum.